Mos rrini të zgjuar deri në syfyr, me bë një gjumë diku prej orës 11 deri në 3-4, ashtu që edhe kjo pagjumësi në fillim në duket se jem shumë ma të lodhshëm edhe për gjumja, plagështi, lodhje ma e madhe, ma vështiri bojnë ballë përgjegjësive cilat duhet me i kry këto janë, por nuk janë pafundësisht edhe zakonisht paraqiten vetëm në ditët e para të Ramazanit, mandej organizmi adaptohet në një ritëm pak më ndryshe. Edhe mundësisht nëse munden me fjet prap, mbas syfyrit me pushu për me qenë të gatshëm për tërë ditën. Se është e pamundur me qëndru për një muaj ditë, mos me fjet deri në syfyr e mandej me shku në punë. Për këto kokëdhimbje janë shoqërume gjatë agjerimit, fillimisht për shkak të çrregullimit të gjumit, mandej edhe për shkak të dehidrimit, për shkak se gjatë ditës nuk marrin ujë. Ashtu që është shumë normal me pas, por nuk është një kokëdhimbje e cila zgjat pafundësisht, zakonisht janë në fillim gjatë adaptimit. Shënjestër.net